Nga radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ranë dëshmor 114 luftar, me në krye komandantin Agim Ramadani Katanën dhe Sali Qekun, por gjithashtu kishim edhe mbi 400 të plagosur. 26 vjetë më parë, me betejën e lavdishme të Kosharës, ushtria shqiptare e Kosovës, me luftëtar nga pothuajse të gjitha njësitë të zonave operative të saj, e shembi kufirin që ndante shqiptarët, kufirin që ndante Kosovën nga Shqipëria, e që ishte i vjetër që nga viti 1913, respektivisht 1918. Nga radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ranë dëshmor 114 luftar, me në krye komandantin Agim Ramadani Katanën dhe Sali Qekun, por gjithashtu kishim edhe mbi 400 të plagosur. U vranë së paku 108 ushtar e oficer të ushtrisë agresore e okupatore serbe, dhe përveç kësaj, është e rëndësishme të theksohet që në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kishim vullnetar nga Franca e Algjeria, nga Italia, Suedia e Britania, ndërka që në radhët e ushtrisë së Serbisë kishte mercenar nga Rusia. Ne vim këtu tek varret e dëshmorëve që t'ja përkujtojmë vetës se sa e lartë ishte sakrifica e tyre, sa e lavdishme është lufta UÇK-s dhe sa i madh çmimi i lirisë që e gëzojmë e të shtetit të cilin po e ndërtojmë së bashku.